Në dy postime radhazi gjatë ditës në rrjetet sociale, kryeministri Rama qartazi i mëshoi ide se forca apo segmente të caktuara nga jashtë po ushqejnë përmes rrjeteve sociale protesta disa ditore por zyrës së tij kundër një investimi disa miliarda eurosh për resortin turistik në Zvërnec. Lufta hibride që këtë herë po përdoret sipas tij edhe në Shqipëri nuk është diçka e panjohur, as në Evropë apo vendet e tjera, tha kryeministri, ndërsa disa herë citoi ekstremistët grek të agimit të artë. Dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, por organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situatat saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë, në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djem, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Kryeministri megjithatë u shfaqi qetë se nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Që prej së dielës, përballë godinës së qeverisë po zhvillohen protesta të përditshme. Kuftesa e një dite më parë e kryeministrit për dialog u refuzua. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj. Ai e priti me buzëqeshje ironike pyetjen e gazetarëve për kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e tij. Dorëheqjen e kujt? Tuaja. Aha. Ndërsa më pas, përgjigjen ndaj protestuesve e kishte të prerë. Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta.